Gjatë 24 orëve të fundit, territori i qarkut Lezhë është përfshirë nga reshje shiu me intensitet të dobët, kanë rënë 23.4 mm reshje, ndërsa në zonë malore mbi 700 metra mbi nivelin e detit ka pasur edhe reshje dëbore. Në Kurbin harta përmbytjeve është zvogëluar, ndërsa problematika kryesore vjen në mbetet zona Adriatikut, prani ujit raportohet vetëm në pak banesën e Gjorëm, si në disa banesa përgjatë rrugës Sanxhak Autostrad është ndërhyrë me bllokim të pjesshëm të hapësirës së urës Adriatik me qëllim minimizimin e përurjes të ujit si pasojë së sasisë së madhe të ujit të ardhur nga qargji natyrës në krahun e Durrësit. Ka nisur rehabilitimi i shtarit të lumit Skure dhe forcimin e trasesë së rrugës dhe sot nis puna për sjelljen e materiale mbushëse për këmbët e urës në Gallat për të mundësuar kalimin e mjetet të rënda për hapjen dhe zhbllokimin e dherave në aksin Gallat-Vinjoll. Do të rifillojë hedhja kamionëve me çako në disa rrugëce të brendshme të fshatit Adriatik, ndërsa problem mbetet rreshitjet e tokës dhe dherave. Raportohet rritja e nivelit të lumit mat pasi nga hec shkopet, po shkakon rreth 700 m3 për sekond. Në Lezhë paraqitet të qetë situata. Në lagjen Beslida është ndërhyrë për largimin e ujit nga kati nëndeshëm i një pallati ku niveli i ujit ka kaluar mbi 3 metra. Në terren vjen vlerësimi dënë banesa, tokat e mbjellë dhe rrugë. Mjetet e drejtorisë së bujqësisë do jenë në dispozicion për eliminimin e problematikave në kanalet e kullimit, ndërsa drejtoria e shërbimeve dhe shërbimi i Zarfikës do të vijojnë ndihmën për banorët në nevojë. Nga OSHE raportohet për probleme me furnizimin e energji elektrike në zonën e Dajçit dhe në hidrovojën e Goceve, që ka shkaktuar përmbytje të tokave bujqësore në zonën Goce-Kakarriç. Në mirëditë vjen ndërhyrja për sistemimin e rrugëve të dëmtuara me angazhimin e një eskavatori, një fadrome, një kamioni, një furistrade dhe 10 forcave punëtore. Raportohet se aktualisht pa energji elektrike në zonën administrative Fan, ndërsa grupet e punës ndonë në terren për riparimin e defekteve.